Përshëndetje dashur miq, sot ndodhemi në qytetin e Korçës, kemi ardhur të vizitojmë kompleksin e kompanisë Larti SHPK, është një objekt rezidencial banimi, ku janë ndërtuar gjithsej 12 pallate dhe po vazhdojnë ndërtimin me sistemet e thata KNAF. Tu jemi në një objekt përfunduar, lart na pret inxhinieri Maqo Bicolli. Inxhinieri do të na shpjegojë çfarë lloj sistemesh kemi përdorur në objekt. Ju lutem më ndiqni. Inxhinier Maqo, përshëndetje. Si je? Me shëndet? Si po ju shkojnë punët? Ka nesër punën jashtëzakonisht mirë. Nga ana konstruktive që gjithë punimet e brendshme do bëhen me gipson. Ndërtimi me turbo dhe ndërtimi me gipson ndryshon në aspektin e ngarkesave. Kështu që kursimi është një, po ajo që është më kryesorja shpejtësia e ndërtimit në një kohë shumë të shpejtë se sa ndërtohet me mortuve me sovara. Cilësia e materialeve një që është më kryesorja. Ana akustike e gjitha bet është në mënyrë të përsosur. Me dopjogis, me leshguri, tavanet janën, jasë që po ta shikoni këtu, ne obim në qytetarëve sipas dëshirës, vetëm me gips mund të realizosh këto punime. KNAF-i ka një gjë që korrektësia e tyre në materiale ka qenë shumë e lartë. Termoizolimi brenda është me leshguri 7 cm. Do me thënë 7 dhe 7, 14 cm termoizolim kjo fasadë. Gipsi për mua është një nga materialet më cilësore, punë të shpejtë, punë të pastër. Për të theksuar është që investitori Luan Larti zgjodhi mënyrën e ndërtimit me termoizolim dhe brenda me dopjogips dhe leshguri për efekt të temperaturave. Inxhinier, faleminderit për kohën dhe punë të mbarë. Faleminderit ju për bashkëpunimin. Faleminderit.